Në i sjell i dërguari sallallahu alaihi wasallam disa shembuj shumë interesante Ermir, që nëse më lejon do t'i përmendja dy prej tyre. Njëri prej shembujve, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e ka ringjallë Allahu një njeri dhe e ka marrë në pyetje. Kur kemi retorikat këtilla ose rrëfimet këtilla, unë nganjëherë mendoj, them, po flitet për një gjatë të ardhme në trajtën e të kaluarës, kjo ndoshta për të na e parafruar neve se kjo sikur ka ndodhur. Do të ndodhë, po është aq e sigurt sikur me pas ndodhur në të kaluara. Thot, e ringjall Allahu, e merr në pyetje, ja peshon veprat edhe e sheh se shumë begati, shumë mirësi i ka shfrytzu, shumë shërbime, nuk ka pagu për to me asnjë mirësi, edhe e pyet Zoti atë rob, i tha, o robi im, a ke bën ndonjëherë ndonjë të mirë? Ai me sinqeritetin më të madh i përgjigjet, jo, Zot, thot, kur në jetën time s'kam bërë asnjë vepër të mirë. Atëherë drejtësia e kërkon. Zoti u thot engjujve, kapeni edhe çojeni në xhehenem, në skëterë. Duke e çu, ai kthen kokën mbrapa, sikur do të thotë edhe diçka, dhe Allahu e trajton me mëshirë, thot, sikur deshe të thuash diçka, e Zoti i gjithësisë, i gjithdijshëm, i ditë të gjitha. Thot, po, Zot, thot, vetëm desha të them se unë nuk kam mendu për ty kështu. Nuk kam mendu se kemi më çuar në xhehenem. Po thot, çfarë ke mendu? Thot, unë kam mendu se te kemi më fal. Atëherë Allahu thot engjëjve, ktheheni edhe çojeni në xhennet, për arsye se ai i cili ka mendu mirë për mua. Për Zotin. Pavarësisht se kur nuk ka bë mirë, nuk mund ta zgjedhej. Ky është Zoti.